Ministria e Shëndetësisë, nën ombrellën e së cilës janë inspektorët sanitar, nuk ka arritur të gjejë zgjidhje tash më shumë se një vit për 10 inspektorët e rajonit të Mitrovicës. Ata vazhdojnë të punojnë pa zyrë dhe pa kushte adekuate pune. Në kushte anonimiteti, inspektorët janë shprehur të zhgënjur me situatën në të cilën ndodhen, duke thënë se përballen me mungesë të zyrave dhe kushteve bazë të punës. Një nga problemet kryesore është mungesa e zyreve adekuate të punës, gjë që e vështirëson organizimin administrativ dhe ushtrimin e detyrave të përditshme. Aktualisht inspektorati ka në dispozicion 3 vetura zyrtare, ndërsa për mbulimin efikas të territorit nevojiten së paku edhe një veturë shtesë. Këta inspektor fillimisht kanë ushtruar veprimtarinë në zyra komunale, më pas janë mbartur për një periudhë në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinës. Ndërkaq që nga vjeshta e vitit 2024, ata punojnë pa zyrë dhe nga shtëpia. Sipas tyre, mungesa e mjeteve elementare po e vështirëson punën inspektuese dhe mbrojtjen e shëndetit publik. Po ashtu mungojnë mjetet elementare të punës, përfshirë printer, letër, stilolaps, notesa dhe pajisje të tjera bazike administrative, të domosdoshme për zhvillimin normal të punës inspektuese. Këto mungesa po ndikojnë drejt për drejt në realizimin e inspektimeve të rregullta dhe në mbrojtjen e shëndetit publik në rajonin e Mitrovicës. Në korrekt të vitit 2025, Ministria e Shëndetësisë ka deklaruar se kishte siguruar zyra për inspektorët sanitar brenda ambientit të IKSHPK-s, por se drejtuesi i inspektoratit sanitar kishte refuzuar adaptimin e tyre. Në atë kohë, u tha se pavarësisht kësaj, ishte në shqyrtim mundësia për sigurimin e hapësirave. Gjatë ditës, në këtë institucion nuk kanë ofruar përgjigje lidhur me këtë çështje. Përgjigje nuk ka dhënë as kryeinspektorati sanitar Ibrahim Tërshnjaku. Mbikëqyrja sanitare që duhet të kryhet nga inspektorët përfshin kontrollin e cilësisë së ushqimit dhe kushteve higjieno-sanitare në objekte të ndryshme.